Mirë se vi në Tradecast Albania, unë jam Henry, jam këtu me Kleo, përshëndetje Kleo. Përshëndetje. Ka qenë një javë interesante, një javë ku kemi pasur një pauzë të relit të shtyrit të çmimeve nga sektori i AIs në stocks, sektori teknologji ka rënë goxha dhe do të diskutojmë këtë pjesë. Gjithashtu kemi pasur goldin që është rikuperuar pak, duke qenë që bondet 10 vjeçare amerikane kanë pesuar një zbutje dhe dollari ka pesuar një zbutje dhe kripto ka rënë dhe më thellë, kështu që kemi shumë gjëra për të diskutuar dhe besoj që do jetë një episod interesant me këto temat dhe me këto le të themi struktura që janë thyer tani në tregje. Të flasim ja për gjërat fundamentale, pastaj do mbulojmë dhe gjërat teknikale, duke zbërthyer çdo treg në detaje, aksionet, kriptot dhe madhrat, përfshin këtu dhe floririn. Kleo, si ka shku kjo javë për ty? Javë pa lajme ekonomike, sepse kemi pas mbylljen e Shtetit Amerikan, por lajmi kryesor ekonomik është hapja, votimi që u bë për hapjen e shtetit dhe u miratua dhe nga vetë presidenti Trump. Asnjë reagim në kripto, fliteshe që mund të iknin long, pasi kapitali mund kalonte në burimet të pak të rrezikshme siç janë kriptot, por asnjë reagim deri tani. Edhe shpresojmë shumë që kjo javë që vjen sjellë një rritje, pasi të gjithë të presen edhe ashtu po flitet nga lajmet ekonomike. Pastaj çfarë shikoj unë nga analiza teknike, diçka e kundërt në kripto, por shikojmë se formimi i çmimeve nuk është se më jep edhe shumë shpresë që do të jemi një long flasim fuqishëm. Edhe afat gjatë, besoj se mund ta kemi këtë long deri në një çmim që Bitcoini arriti 125.000 dhe pastaj të vijë ajo shitja finale. Këto kanë qenë nga lajmet ekonomike, ky është lajmi ekonomik më kryesor. Nuk është se kemi pas lajme të tjera ekonomike, me çfarë kam lexuar unë flas tek lajmet e Shtetit Amerikan. Po, ke shumë drejt. Lajmet ekonomike janë vërë në pauzë. Dhe kjo ndoshta ka sjellë edhe uljen e sektorit teknologjik, sepse duke qenë që nuk kemi qartësi se si po ecet ekonomia, e ka bërë tregun më të ndjeshëm. Dhe nuk duan tregtarët të rrezikojnë në këtë situatë, sepse kemi qenë te çmime më të larta historike të gjithë industritë. Heqim këtu me janë kripton që ka qenë në rënje këto 2 muaj, 1 muaj e gjys, por US 500, 500 kompani më të mëdha amerikane, Nasdaq-u ka qenë në çmime më të larta historike. Dhe kemi parë këtë zbutjen edhe këtë ulje të industrive. Unë mendoj se mulova te kanali im anglisht, prandaj të gjithë ju sugjeroj të ikni ta shikoni. Kam muluar diçka që kam thënë, duke qenë që lajmet tani janë vënë një pauzë, do të dalin të gjitha ndoshta njëkohësisht, mund të sjellë një volum të jashtëzakonshëm shumë të lartë, një kërkesë shumë të lartë, po që dalin pozitive, po dorë negative mund të sjellë edhe një shitje shumë të fuqishme në tregjet financiare. Kjo është një gjë që ne do ta shikojmë me kujdes, sepse janë shtyr lajmet dhe impakti do ndihet më shumë, se kemi tani PPI data, kemi dhe informacionet e inflacionit dhe kemi informacionet për punësimin që u shtyn javën e kaluar. Kështu që kemi 2 gjëra shumë të rëndësishme për gjendjen ekonomike amerikane. Këtë javë që do vi, mendoj që është javë më e rëndësishme. Unë e kam ndarë te Telegrami dhe te mediat sociale që kam thënë që 19 nëntori plus minus 1 deri në 2 ditë, dhe mund të jetë 2 ditë më përpara, 2 ditë më mrapa, do jetë vendimtare për tregjet financiare. Dhe kjo lidhet me 2 ngjarje kryesore, një që është FOMC minutes, minutat e Bankës Qendrore Amerikane, dhe një tjetër që është raportimi të ardhurat të Nvidias. Ti Kleo, si shikon javën që do vi në anën ekonomike? Do jetë, siç e the ti, do jetë një javë ngjeshur.
më shumë e shikoj për do të ketë pak volatilitet çmimet, flas në S&P 500, por ta thash edhe dje, mbrëm darkë, nuk e di a ke lexuar mesazhin në Discord tek chati jon privat, që unë shikoj më shumë për short të javë që do vi, se sa për long. Pak edhe intuitive, mendimi im, nuk është se duhet ndikoheni nga kjo gjë, pasi unë bazohem gjithmonë mund ndryshoj skenari nga momenti në moment, nga dita në ditë, nga ora në orë, varet. Por mendimi im ky është, domethënë e shikoj pak edhe më të thellë çmimin në S&P 500, ose të paktën i duhet edhe një ulje pak më e thellë, pasi të kemi edhe një val të fundit përpara përfundimit të vitit, që besoj do vi, dhe pastaj dhjetori do jetë, nga mezi i dhjetorit e mbrapa do të jetë pak edhe më riski, pasi është fund viti, tregtarët dalin zakonisht edhe janë këto problemet e tjera. Po. Edhe kemi pasur një lajm tjetër që ka rënë përqindja për uljen e normave të interesit. Nga, nuk e di, mos gaboj në përqindje, nuk po i them përqindjen saktë, apo ka qenë një përqindje më e lartë që do uleshin normat e interesit, dhe tani ka rënë poshtë me diku te 50 pikë, që ndoshta edhe nuk mund bie, domethënë është bërë 50-50 që do ulen normat apo nuk do ulen. Po, kanë dyshime tregtarët, kurse para 2-3 javësh ishin të sigurt që do kishte jo vetëm do kishte ulje në nëntor, në dhjetor dhe shumë muaj me radhë do kishte ulje normave interesit. Ka rënë. Po shikoj disa skenare edhe në kripto, ku shumica po flitet që mbyllja e shtetit amerikan edhe hapja e shtetit amerikan 5 ditë mbrapa, një javë mbrapa, ka sjell rritje duke krahasuar me disa vite më parë. Por gjithçka është ndryshe tani, nuk është se duhet të bazohemi domethënë tek këto gjëra, pasi po thuaj se gjatë gjithë vitit 2025 të krahasime janë bërë me vitin 2021, njëjti formim grafikësh, bullrun dhe ja ku jemi sot. Por do të shikojmë si do të vi. Ka qenë një treg shumë i vështirë dhe besoj dëgjuesit shumica mund të jenë ndjekur ose kanë hasur shumë vështirësi në këtë industri këtë vit, sepse kemi pasur një situatë me volatilitet të jashtëzakonshëm, kemi pasur situata të papritura që dalin të dielën nga Trumpi me një lajm edhe ulgje tregun, jo vetëm në kripto por edhe në aksione. Kemi pasur Black Swan events që kanë ndodhur me AI në Kinës që kanë dalur, tarifa pafund. Edhe ka krijuar një situatë shumë të komplikuar, derisa dhe Michael Berry i Big Shortit, një nga filmat më të famshëm për tregtimin, që ka kapur rënjën e tregjeve në 2008-ën, e ka mbyll fondin e vet, ose është në proces për ta mbyllur fondin në fund të vitit, sepse thot, fjalë për fjalë ka thënë që është një treg që nuk është i paparashikueshëm më dhe nuk ka logjik. Edhe me sa duket ka shumë vështirësi edhe ai në menaxhimin e fondeve në këtë lloj tregu. Po, mund të jetë pak edhe çështje politike, ndoshta ndonjë që mund të ketë Michael me presidentin Trump, pasi ai njihet, domethënë është një ndër më të famshëm traders në botë, pikërisht për vitin 2008 në Big Short. Edhe mund të jetë pak edhe politike, mendoj unë, mendimi im, mund të jetë që ka thënë tregi pa parashikueshëm, besoj se është direkt mesazh për Trumpin. Sepse ai bën, domethënë ai ka bërë gjitha këto paparashikimet këtë vit. Një fjalë atij dhe ka ndryshuar komplet çmimin ose komplet tregun. Po, ashtu është. Duhet më lë pak tregun e aksioneve, disa gjëra që unë pash ishte që ose të flasim për ta statistika më mirë ti ndaj këtu me ca artikull më mirë që ti shikojmë, se kam shënuar ca artikull që ti diskutoshim një nga një. I pari këtu është që Nasdaqu ka pasur javën më të keqe që në prill. Dhe ne e dim se çfarë ka ndodhur në prill, arsyeja kryesore ka qenë që kemi pasur frikën e AIs. I gjë që duhet shtoj këtu te AI, Cleo, besoj që ti e di, po për dëgjuesit më shumë, është që Nvidia i jep borxh ose investon te OpenAI për shembull, ka investuar te disa kompani të tjera. OpenAI i ChatGPT-s ikën dhe blen microchipet te Nvidia. Edhe është pak a shumë një shitje falso që del në balancin
e Nvidias në fund të 3 mujoshit ose të fund të vitit, dhe pak a shumë po bëhet si tip mashtrimi në treg, duke qarkulluar kapitalin nëpërmjet njëri tjetrit. I rritet kapitali OpenAI e përdor atë kapital duke dhënë Nvidia OpenAI e jep Nvidias dhe I rritet balanci ose shitjet që I dalin te shifrat zyrtare. Kjo rrit vlerën e aksioneve, por në një mënyrë artificiale, sepse ka përdor parën e vet Nvidia për të blerë chipat e vet OpenAI. Edhe po bëhet le të themi një situatë pak që mund të jetë ngjashme me 2000-shin, që ishte dot-com bubble, ku pam kompani që bëbëshin këto lloj manovra dhe atëherë për të rritur vlerësimet e kompanive dhe për të patur një eufori të madhe të tregut. Performanca e tregut, pam sektorin e teknologjisë, do të jetë tu diku, që ka rënë 5.7% vetëm këtë javë, një rënje goxha e madhe për këtë sektor. Kjo ka tërhequr gjithë tregun për poshtë, dhe do të kemi këtë në vëzhgim për mendimin tim si sektor, sepse kjo ka qenë arsye pse e shërritur tregun në përgjithësi. Në momentin që ky sektor themi thyn strukturat të thella, sidomos Palantir, Nvidia, atë mund të kemi një rënje të papritur se rënje të thellë që përmendet ti Kleo pak më parë. Ti si e shikon si sektor teknologjinë, si të duket nga ana jote? Po, sektor për mendimin tim është në rritje teknologjia, duke pas të zhvillimet e fundit që dalin edhe nga kompanitë kanë konkurrencë me njëra tjetrën, kush e kush të ketë teknologjinë më të avancuar dhe të prodhojë më shumë. Por për momentin mund të jetë një, edhe në përgjithësi tregut, mendoj unë se thash edhe që parë që mund t'i duhet një ulje, edhe pastaj të kemi edhe një val finale deri në fund vitit, sepse nuk me çfarë shikoj unë nuk mund të shkoj dhe më ose të shkoj akoma më lart pa testuar disa zona, përfshirë të gjithë sektorët të përgjithshëm. Ke shumë drejtë, duhet më shumë ndoshta ulje normale, më shumë mund përqendrohet kalimi i kapitalit të sektorët e healthcare, zakonisht kur tregtarët duan më shumë siguri, kalojnë kapitalin nëpër sektorët e healthcare se duken më të sigurta. Po. Dhe ja ku e kemi këtu javën e kaluar si ka performuar healthcare, rritje 0.5%, energjia 0.9%, që është nafta. Këto janë dy sektorë tani që po shikojmë ciklim të këto. Unë tregtova sektorin e siguracioneve dhe ai si sektor e ecën, po ajo hyn më shumë te shërbimet kryesore që gjithmonë do kenë kërkesë. Situata e papritur që ka ndodhur, për shembull, kjo situata ka sjellur shitje të mëdha. BA, British Airways, ka pasur një rënje shumë të thellë. Ky është një artikull që më lën këtë shitje të thellë të British Airways. Edhe kaq nga ana e aksioneve. Unë personalisht do shikoj teknologjinë, edhe do shikoj se si do reagoj bonde 10 vjeçare edhe me dollarin, si do lëvizin, ku do lëvizi kapitali. Majsa kam parë una, energjia, floriri, edhe kem parë healthcare që e përmendi edhe Kleo, që po hyn, po qarkullon kapitali aty që janë shenja fillestare, por nuk janë thyrë strukturët e teknologjisë akoma 100%. Do të kemi shumë kujdes që të hymë short që tani. Do të jemi në situatë që po bëhet gati shorti, por edhe mund të jetë edhe një falso që mund të stabilizohet shumë shpejt. AI, këtë javë dhe ishte kryesorja, prandaj e kam përmendur 19 nëntori plus minus 1-2 ditë, dhe do jetë një situatë që do vendoset me liderët e tregut të teknologjisë, me Nvidia dhe me të tjerët,
ku do eci tregu ose si do eci tregu. Kleo, për Floririn, ti e ke trajtuar këto kohë të fundit, si e shikon, ku e shikon, mendon që do rritë akoma, mendon që do vazhdoj konsolidimin, si e shikon nga ana jote, sepse do të mbuloj pak në diskutim Floririn dhe pastaj do mbulojm pak fare kripton, situatën që jemi në kripto. Floririn unë e kam trajtuar dje, premte po dje ishte. Një lëvizje në mëngjes, e cila na ka dhënë e kemi diskutuar edhe bashk. E dërgova edhe në Telegram, domethënë si provë. Treguam të shortin deri në një zonë të sigurt. Edhe unë mendoja se do thitheshe tek 4100 do kishte atë suportin e madh, edhe po mendoja që të blej ata ajo zonë. E kisha lujt short edhe po mendoja të blej ata ajo zonë, po e lash. Edhe kemi pas atë suportin te 4050 diçka e tillë dhe pastaj është thith çmimi. Por ulje që mendoj që priteshe tek Floriri, manipulim i bukur për gjithë tregtarët, pasi si e shikoj unë tani logjikisht, çmimi para një muaj priteshe që të shkonte te 5000, ka futur në lojë shumë tregtar. Gjithë te 5000 e përmenda dhe javën e parë te podcasti kur kam pas shumë mesazhe që më thonin njerëz që kanë humbur lek nga kjo gjë. Ka ardhur kjo ulja deri tek zona 3900 që ne e kemi luajtur, e kemi parashikuar, shumë i bler Floriri, duhesh ajo ulje, pastaj një ngritje, flas duke parë editori, gjithmonë te time frame të editorit, një ngritje dhe ka futur në lojë disa lojtarë të tjerë, sepse ka thyer disa zona kyçe, ku unë mendoj që në ato zona pritesh të vinte vrulli, dhe mendoj se janë futur në lojë shumë lojtarë të tjerë për të shkuar prapë tek 5000, se ka shku 4250 dhe ka pas këtë uljen tjetër tani, duke testuar edhe një herë zonën 4000. Tash mendoj që po nuk mbajti tek çmimi 4050, mund vi edhe një herë tek çmimi që ka qenë 3900, edhe pastaj të kemi edhe rritjen finale që mund kapi edhe më lart. Nëse do formohet çmimi për pasi val tjetër long. Por gjithsesi ne kemi trajtuar si long, si short, është mirë Floriri, ka dhënë profite të mira këtë javë, po ashtu edhe për Armandon, ne përshëndesim që është ideal që e luajmë Floririn bashk. Edhe kështu, mendimi ka qenë i mirë. Se ti, unë duke të thash që ishe sigurt ai shortit në dje dhe ra për 2-3 ora të zona. Dhe unë se dje që kishe për shpërndatit e Telegram, se s'kam qenë Telegram, kam qenë pak i përkushtuar mesazheret e tjera. Unë e shpërndava se ishte që ti e shkruaj dhe the sigurt deri te ky çmim dhe ashtu vajti. Po. Edhe unë me thënë drejtën nuk e analizova fare, se nuk isha dhe në lëvizje, thjesht i hapa pozicionet short të gjitha brokerat që kam, të gjitha pa përjashtim edhe lash, pastaj nuk e pash, vetëm po shikoja atë uljen. Pak i kish hyrë edhe në silver short, se silveri ishte edhe më mirë se ishte 0.7% plus, ku që fitova edhe në silver më shumë, pasi vajti shumë minus. Edhe çova te grupi thjesht për transparencë që ishte diçka e bukur, do të thënë se qelloi kështu punë 1 orë iku tregu short direkt. Direkt. Dhe nga ana ime pse ishe sigurt që jo vetëm nga ana teknikale, por dhe ku po flasim për ku pam një situatë që tregu i përgjithshëm po binte, tregu i aksioneve, i rrezikut, por gjithashtu po binte edhe dollari dhe bondi 10 vjeçar. Dukesh si një moment që do krijohet një falco në Flori, sepse shumica tregtarëve do mendoshin që do shkonte long. Kupton? Po ishte pak e shumë e blerë të ana teknikale, do bëshin atë falco që e bën edhe ashtu ndodhi situata. Po, ata thjesht kanë dashur institucionet fusin në lojë më shumë tregtarëve long për të kap atë çmimin tek 5000, po, organizat. Edhe u bëjo likuidimi tjetër, besoj se kanë dalë shumë veta nga loja përderisa u shit ai shpejt. Dhe tani ndoshta në konsolidim këtë javë dhe pastaj mund të shkoj prap long. Mendoj që mund ta bëj atë ulën pak më thellë.
duket sikur gjithë rregull mund të ulet ose çfarë mund të ndodhi. Ulet tani Floriri vet duke u rritur asetet më të rrezikshme. Kështu që po bëjnë ca ciklime për të gjutur, le themi, për t'i pre njerëzit, për t'i çanë njerëzit me tregtime të papritura. Kjo ka qenë një nga arsyet pse unë kam qenë cash ndola nga kripto komplet, kam qenë cash te kriptot kryesore, kam qenë gjithashtu hyra edhe në cash në aksione komplet. Edhe po pres tani tregun që të qartësohet, që mos trit merrem me lëvizje false poshtë lart. Ato poshtë lart po i trajtojmë veç me accounted day trading dhe forexi që shumë shpejt do hapet dhe grupi jon ose një nën grup te Discordi që do jetë për forexin dhe do ofrohet si shërbim kjo sepse jemi marr anash pa zhurmë duke ndërtuar këtë gjë për ju. Unë kam padur disa kontakte dje në Telegram nga lajmërimi që bërë për grupin e Forex që do të hapet. Thjesht përshqyrtohen provat nga një grup profesionistës që do e ndërtojnë këtë grupin e Forex, pasi dhe ne duam që çdo gjë të jetë transparente, të jetë e besueshme dhe fitimprurse. Thjesht janë mbledhur provat, më thëmë që çdo gjë është okay dhe besoj se para vitit të ri do të jetë gati ose ndoshta edhe këtë muaj, nuk jam i sigurt. Jemi në proces që ta ndërtojmë si shërbim shtesë te komuniteti jonë dhe besoj që do eci shumë sepse shikoj që ti, Armando dhe ideali tjetër nuk e di, ndoshta do të jetë privat, s'po përmend emrin. Dhe unë gjithashtu kemi kapur ca momente perfekte si Goldi që përmendëm, edhe do kemi mundësi të mjaftueshme që dhe ju të përfitoni gjatë javë. Unë nuk e traktoj shumë me day trading, po ku gjeni mundësi të artë si puna asaj që i thash çunave që Golden e keni short të sigurt deri kjo zonë, e shpërndaj, e jap çunave dhe trajtojnë ato do t'i shpërndajnë në komunitet. Dhe do bëhet të themi më shumë shpërndarje e ekipit ton se sa individuale. Okej. Për kripton, patëm një shkatrim të zonës 100.000, një zonë psikologjike. Si e shikon kripton, Kleo? Nga ana fundamentale po flasim. 90.000. 90.000. Duke si 90.000. Aty duan shkoj aty do blej pastaj. Unë mendoj që ka qenë shumë pjesa e options që ta heqim të screen share tani një sekond. Ka qenë më shumë pjesa e options që e ka detyruar tregun të likuidohet, aty ke pasur shumë njerëz që kanë blerë në ato zona me kontrata për mundësi për ta blerë Bitcoinin në çmime më të lartë, për shembull kur shkon në një çmim më të lartë, edhe ideja është që ti skadojnë dhe ti likuidojnë këto persona plus ato që janë me leverage që kanë hyrë te zona 100.000. Ethereum për mendimin tim ka qenë më qëndrueshme nga gjitha. Vazhdon të 3.000, mbi 3.000, po tregohet e fort. Nuk është që është e keqe për momentin. Bitcoini ka shkuar te 96, po bën tani një lëvizje për lart, mendoj lëvizje mund të jetë 1, 2, 3 ditë lëvizje për lart dhe mund të gjetë rezistencë, pastaj shkoj për poshtë në 90, do ta diskutojmë te pjesa teknikale, po. Fare. Po që Kleo ka ndonjë mendim tjetër nga ande fundamentale do ishte mirë. Si e shikon tregun e kriptos në përgjithësi tani? Pëlqen apo e ke lënë në mazdore? Kripto është e ardhmja, është bërë dhe takimi Samiti që është bërë në Amerikë nga djali presidentit Trump, Eric Trump, cili ka thënë që gjithë duhet të investojnë në kripto, pasi është e ardhmja. Po jo pa u likuiduar herë keq nga institucionet dhe nga individët më kryesor, më fuqishëm në industri. Investitorët duhet kuptojnë diçka, tregtarët, përfshirë edhe mua dhe ty, edhe neve bashkë, që kuj do ja marrim këto lek? A do ja marrim familjes Trump, do konkurrojmë Trumpin, do konkurrojmë institucionet, kuj do ja marrim këto para? Këta duhet kuptojnë. Po, eksakt. Edhe synimi im ka qenë gjithmonë që shqiptarët bëhen të aftë që t'ja marrin shpirtin
të nxjerrim prej hunde çdo gjë që do bëjnë institucionet kundër teje. Shpresoj me informacion që ne kemi këtu te podcastit, ju kemi ndihmuar që mos bini prej manipulimeve. Edhe sot ka thënë dikush që çuditet që unë i them që jam cash, kam 1 muaj e gjysmë, që dallin 22 shtator, që jam cash. I them që keni kujdes të shkojtë këto zonë dhe prap antarët e grupit të Telegramit mblen. Ja jap edhe strukturat dhe mënyrën se si do lëvizi. Prap keni dëshirë të bleni dhe të marrni të keni kriptot, altcoins-at, sidomos altcoins-at tjerë, më çudit sepse Bitcoin e kuptoi në një farë pjesë, Bitcoinin, Ethereum, që janë pjesë. Duhen tregtuar. Edhe unë i kam tregtuar short, long, domethënë kam bërë disa day trading, po pa humbje. Pa humbje, por në alts me humbje. Po, alts ka qenë të muajin e fundit mund të kem tregtuar altcoin diku te 5-6 herë edhe me humbje. Po, dhe ka qenë altcoins është vështirë edhe po që doni të bëni buy and hold është pa logjikshme për mendimin tim, por secili e di vet është një gjë shumë e thjeshtë, duhet humbi dikush para në treg që të fitojmë në të tjerët. Kështu që vazhdoni çuna dhe vajza me humbjet sepse Trumpi të tjerët duan të ushqehen, gjithashtu dhe tregtarët që hyn te top 5% që duan të ushqehen dhe është okay. Zona, për mendimin tim tani kemi zona të tjera që do t'i mulojmë te analiza teknikale,